Përshëndetje miq të dashur. Sot do të intervistojmë Muharrem Krasniqi, i cili do të tregoj për historinë e luftës, po ashtu edhe për masakrën dhe vështirësitë që kaloi në atë kohë. Për këto dhe shumë gjëra tjera, ndiqni intervistën në vazhdim. Përshëndetje i nderuar, fillimisht falenderoj shumë që pranove ftesën nga ana jon. A mundesh me na u prezantu dhe me na fol pak për jetën tonë? Unë jam Muharrem Krasniqi, i lindur në fshatin Grashtic. Pas lufte, kena ra këtu në këtë vend ku jemi, këtë quhet fshati Llukar. I kena ndërtu shtëpiat dhe jem të jetu këtu unë me familje dhe me vllavin. Unë i kam 3 djem e 2 qika. Ata, secili falë Zotit edhe punës tonë që këna bo, secili ka pronën e vetë në Prishtinë. Unë jetoj këtu me grua, nëse na jena zbashku me fëmijë, ata vinë ndërkohë. Do të thonë, fëmijët i ki të studiu, apo e kanë gjetë jetën më të mirë në qytet? Më të mirë në qytet, edhe janë të martu më tret, i kena 3 nuse të mira, Zoti i rujt, janë në rrugë të mirë, edhe djemt, edhe nuset, edhe qikat janë të martume, janë mirë, që për mu është një pasuni e madhe. Kur i shoh fëmijët e mi që janë mirë, djemt e qikat e nuset e krejt, jam shumë krenar. Për ta edhe për punën që janë të e bo, edhe për në rrugën që janë në rrugë të mirë. A kina njonin fëmijë që je ma i lidhun prej tënve, apo gjithë i do njëjtë? Normalisht fëmija nuk dohet, po që thojnë me njonin e që fryn zemrën ma shumë. Me ta thonë drejten, nuk kam ndaj farë diçka të veçantë e njonit e tjetrit, se janë tonë të mirë, tonë janë punëtor, tonë janë rrugë drejtë, si qikat, si djemët. Pasunia ma madhe e blindit është kjo kur ishe fëmijë të mirë. Po, nuk kam diçka të veçantë ndaj njonit tjetrit. A mundesh me na fol pak për kohën tonë, si ka qenë koha jote dhe me na cek pak për vështirësitë e tuaja në jetë, cilat kanë qenë ato? Po vështirësitë e mia kanë qenë gjithmonë derisa na jetën e kena pas të mirë. Po kur fillum me Hasanin, komandantin, nimi qysh mati. Nimi në vitet 85-86. Në vitin 90, i na bo edhe meq. Do më thonë, motrën e Hasanit unë e kam ngrua. Kena kalu gjithëherë mirë. Edhe dikon ka viti 96, muj i 4 i 5, që atë dikon nuk unë kujtu është basakt. Më thot Hasani, në det, thot, e kam një muhabet tasht me ty tjetër, veçantë. Ka shka. Edhe tha, unë kom vendos edhe jam mja këthyje pushkën shkavit. Këve që ja kish këthy pak ma heret. Thot, më duhet ndihma jote. Thash, du të me më dhonë pak kohë, me mendu. Po. Tha, po. Edhe mendova, masin një 4-5 dite, një avdite edhe u takum. Thash, po, jam e gacë. Se une, na nuk e këna pas e ndëru me gazetare kur brengën tonë. Se që ka pëndodhë me neve. Se brenga jonë u ditë, kur i na hi në atë rrugë që na mujna mu bërgos, mujna mu vra, mujna gjithë. Po na brengën më të madhe këna pas familjen. Se familja jonë ka mujtë mu këndapue, ka mujtë mu marë pengë për mu dërzuna, edhe ka ndodhë që për shembull rasti komandantit Hasanit, ka mujtë këtë familja me jo këndapu, dhe më thonë, këtë mu dërzue. Atë brengë këna pas të familje, se brengën tonë se këna pas. Se këna ditë që na në këtë rrugë edhe vritimi, edhe burgosmi. Po, brenga me madhe ju në kom familja. Kur i keni hi kësaj pune, apo më të regon cili ka qenë momenti ma i vështirë që e ki kalu? Po momentet shtira e ndërume këna pas gjithë, po i këna kalue. Nuk jenë konë të ledhshme për neve. Se na jena hi një rrugë që fëmijët
e kena mendu që të kemë një tarme më të mirë, të kemë një jetë më të mirë për fëmijët tonë, për vendin tonë. E nuk kena pas, do më thonë, shumë vështirësi të moja se kena pas, po i kena kaluë. I kena kaluë me shumë qef edhe me krenari. Kështu që vështirësi gjithmonë kena pas. Rrezike gjithmonë kena pas. Po e cek që krejt çka ki bu për familje që me egzu këtë liri. A jem të egzu këtë liri në asad apo jo? Pse po mendon? Jo. Jo se që shkena mendu na jo. Cili ka qenë mendimi yt për me egzu lirin? Unë Çka ku mendue, praktikë këtij vendi? ku mendue që na mas lufte, për hir të luftës, për hir të familjeve, për hir të nanave, të motrave, të fëmijëve që na u kanë bra. E çdo e zellë që ekziston ka ndodhur neve. Familje, përgjithësi të Kosovës, po flas, nuk po flas për familjet tona. Po përgjithësi familjet e Kosovës. Kam pas lloj që krejt e dina që çdo lloj të keqe, dhunime, masakrime, djegje të kufoma, i kanë zhduk, i kanë gjune për bunare, i kanë gjune për liçene, gjithë shka këta kanë bo, veç mi zhduk. Po fal gazetarëve që janë numër 1, që janë të i zbulu këtë sane. Se po mos të ishin gazetarë, nështë edhe gjysa së ishin zbulu. Nështë dikuj edhe s'pi konvenon mi zbulu. Kujt po mendon që nuk pi konvenon me i zbulu? Vëllai shumëve. Sidomos, nështë e kam gabim, po politikanëve s'pi konvenon. Pse po mendon? A mendon që kanë gisht në këtë punë? Jo, nuk mendoj që kanë gisht, po dojnë, sipas mendimit tam, nështë kam gabim, po dojnë mu pasunue, edhe jem pasunue, e kanë keq përdor këtë vend, jo e kanë keq përdor, po e kanë livru me bagjer. Këta se këna menu. Unë e ku mendu që vendi jonë do të bëhet më i pasën edhe më zhvilluar se Zvicra. Është mundësia. I kena pas fabrikat, i kena pas flena, që po thujnë këta politikanat flena në qymer. Ku është ata qymer? Ka po shkan ata qymer. Kështu që jena shumë zhgënjym, nuk e kena merituar, nuk e merituar fëmija tonë, studentët, këto vujtje. A mendon që lufta e Kosovës duhet me u bo landë në për shkollat fillore që çdo gjenerat me di çfarë masakre ka bo armiku janë në vendin tonë? Pa tjetër. Se gjeneratat e reja që kanë lindë mas luftë ndërume, nuk e din, nuk e ka përjetue. Zakonisht në për librat e historisë, lufta e Kosovës gjithmonë është në fund të librit. Lufta tjera që ka ndodhur Jugoslave, këto tjerat janë në fillim të librit dhe normalisht ndodh ka njëherë që nuk i vjen radha për me spjegu historinë e masakrat që ka ndodhur në këtë Kosovë. A mendon që duhet për mu cek, me u bo një land ekstra për luftat që ka ndodhur në Kosovë? Pa tjetër duhet A më mendon që ka me u bo? Inshallah bëhet, po se di, nuk e di. S'muj me thonë as po as jo. A inshallah bëhet nesër, na knaqësinë e kem. Mu ditë për shembull, çka ka ndodhur çdo edhe të rit, pse mos me ditë? Se këta që kanë lindë mas luftën, nashta e ka biznisin e vetë, e ka shkollën, e ka edukimin, e ka, si interesan. Jo që nuk i interesan, po nuk ka kush ja spjegon. Se ndrysho kur e përjeton, e ndrysho kur të fol dikush. Po. Aja kuptohet, se do ndrysho përjetimin ndrysh, po sa do qysh do të qoftë, diçka i hen kryje. E kupton që janë konë vujtjet e popullit, janë konë vujtjet e nanave, të motrave, të ushtrisë qëllimtare. Kështu që mirë u konë. Me kuptu edhe këta që kanë lindë mas luftë, edhe që kanë me lindë edhe inshallah shtohet Kosova sa ma shumë, se është një histori shumë e madhe, shumë e rëndë një histori që e ka përjetu populli jonë. A mundesh pak me na tregu për masakrat që kanë ndodhur natë? A ki naj masakër që ki pa me sytë e tu edhe që nuk del prej kokës? Kam shumë bile. A mundesh me na cek një dy? Kam shumë se, do më thonë, në këtë pjesën tonë, dikun prej
Koliqit, nashta edhe prej Pellapit. Ka qenë kolon këtë rrugën, Koliq, Keçekull, Grashtic, Makas deri në Prishtinë, i kanë lënë njerëz, traktorat, i kanë lënë kerrët, i kanë lënë kamionat, edhe kanë ikë me fëmijë nëpër durë, në maleve, e kanë ndodhur masakra, që në Makovës i kije masakrën e Makovës, i kije 137 dvore, 140 dvore mbrana orës tu kanë bo. Qëto të rruga jonë kur henëm, janë 2 viktima, 3 viktima janë konë në Grashticës që i këna gjetë gjysën e kres tjekt. Shumica thojnë jemi duftur me shkel në për trupat vdekon për me shpëtu. Edhe aja ka ndodhë. Edhe aja ka ndodhë. Po janë dhe raste që edhe për shembull që ata që kanë qenë në për kolona, në për sene, s'kanë mujt edhe me ndihmu e dikoj. Se cili ka... Me pështu për vete. Po me pështu për vete. E kështu që kush ka mujt, dishka me bo, as sa kena mujt, mi varros ose ku kena mujt, qysh kena mujt. Kur përfundoj lufta, edhe normalisht gjithë jemi mundu për me ikë, për me shpëtu familjen edhe veten, edhe përfundoj lufta edhe kur u ktheve sërish në vendin tënë, çka pove? A i shbo shkru me hikyve? Shkret. Po na, të në kohën i këna po ato. I këna po ato, shpia ka digjen, i këna po njerës ka vdesin, i këna po, kreti këna po, i këna konë dhe në gjarjes. Mirë po, mundësia nuk o konë as për shembull mi ndihmu dikuj mi ashuk shpin, ose s'jan konë kushtet. E kështu që as sa kena mujt që të viktima me ratu diçka, as sa kena mujt. Nashta u duh me bo ma shumë, për s'kena mujt. Se s'jan konë kushtet. S'jan konë kushtet. Kështu që... Kur të pysin edhe të vesim për këtë masakër që ka ndodhë, qysh ndihesh ti? Se të e pas parasysh që i ki luftu që thojnë me mishë shpirt për këtë vend. A mundesh me të regu qysh ndihesh ti kur të pysin edhe të vesim për shembull për atë kohë? Me ta thonë drejten, hiç qef nuk kam me hinë ato tema. Se na gjithmonë i kem parasysh. Gjithmonë i ndërrojmë, i shohëm. Do shta edhe natën, na dalin parasyve. A din dyqysh se rekujtim. Ato nuk harrohen kur. Ato nuk harrohen kur deri në vdekje, po nuk jem edhe fort me hinë ato tema. A ju fol fëmijëve për masakrën që ka ndodhur këtu? E din ata krejt. Qa të thojnë ata? Po qa kanë me thonë ata kur ata janë konë shumë vegjel. Po e kuptojnë edhe ja kom spjegu që qështu ka ndodhë, qështu ka ndodhë. Sa vjeç ka qenë fëmija i madh? Fëmija i madh ka mujt me qenë natë një, do më 7-8 vjetë. 7-8 vjetë. Po, të tjerë. A e kujton, a ka mbajt men diçka prej asaj kohe? Men, veç kur kanë dalë në kolon, edhe që ka po kolonat edhe kanë po paramilitarët rrugës, ma shumë jo. Ma shumë nuk A i kujtohet, gjitha sen i kujtohet, kur i kanë nalë në rrugë, kur kanë dasht me nda, krejt i kujtohet, krejt e din. Qashtu, a të thot për shembull, a ju kanë nda atje në luftë kur keni qenë, a ju kanë nda për shembull fëmijët me i lënë një nën on, ty një nën on, edhe... Jo, se familja me prindin e ndjerë, ata edhe vllavin kanë shkue për Prishtinë. Me motra, me gru, me thmit, të mi, me konatën, me krejt, kanë shku për Prishtinë. A do më thonë, une me shok të tjerë na i na konë të nkohen në male. Po ata janë strehu diku në Prishtinë, ashtë sa kanë mujt, edhe fati tyne për kur do zoti kanë shpëtu. Kanë shpëtu. Do më thonë ti ik me shok në për male, pa e ditë qa po ndodh me familjen tone. E kur u ktheve, qysh u bashkut, ku e gjetët njëri tjetrin? Po ata u kthyn shpe, ku jeshëm të jetu atje në Grashtic, u kthyn shpe dhe na e pam që, do më thonë, erë liria. E pam që erë liria edhe u bashkum. Edhe u bashkum. A ki diçka për me thonë për rinin sot, ose diçka që kishe me shtu për historinë që ka ndodhë në atë kohë? Po na, me të thonë drejtën, na rinin e kem shumë të mirë.
Rinin më të mirë edhe më shnurës që e kem, na nuk e ka asnjë, edhe na marrin lakmi. Po rinin tonë na duhet mi edukue. Duhet me... Nëse e krahason me atë kohë, respekti, po e them, respekti a ka qenë më i madh në atë kohë apo sot? Në atë kohë. E pse po mendon, çka ka ndodhur sot që është më ndryshe? Po edhe edukata familjare ka nevojë. Po ka nevojë rinia jonë edhe në shkolla me pas arsim më të mirë, me pas edukat më të mirë, po edhe edukata familjare dhe prindit dhe nonës së të familjes ndika shumë. Ndika shumë. Ka nevojë rinia jonë, se rinia jonë është shumë e mirë, shumë e shnurshëm, po ka nevojë dikush mi unet. Se i kanë gjitha ankohen. Rinien e kem më të mirë në botë. Qa i kështë në rinisë? Policin e shtetit tonë e kem më të mirë në rajon. FSK-n, ushtrin tonë e kem më të mirë në rajon. Më të mirë në rajon, do të mu krenue shteti jonë për këta djemë. Po në anën tjetër, do të mi aplëcu shteti kushtet, edhe policisë, edhe ushtrisë. Qysh është e mundër një ushtar i FSK-s me keqardhje, me akuzue e prërët e vetë ose shtetin e vetë, por mi lypaj pagesat e natës, shtesat e orëve, ku ta di une. Qysh ndihen këta njerëz? Së këta po krenohen shteti jonë për djemë të ushtarët të FSK-s që po shkojnë Gaza. Po krenohen. Po krenohen. Po do të mja plotësu aty në kushtet. Se është krenaria e madhe në shtet tjetër, për shembull me të shkua ushtari FSK-s 2 metra djalë. është knaqësi. Po, a mendon edhe dikush për rrezikun e tyne? Normalisht. Sa ata betohen për... Tash në qatë shtet, Gaza që kanë shkue, a mendon dikush rrezikun e tyne? Inshallah më rrezot kur që ndodh aty në sa, gjo. Po, a mendon. Këta vesh pe lypin krenarin. A sigurin e ushtarit, sigurin e policis, sigurin e mjekut, sigurin e arsimit, nuk vjo interesant. Një shtet që dënë me kone fort. Duhet me pas policin e fort, ushtrin e fort, arsimin, mjekësin, që të neve na vynë. A i kemi mrin atë paktën 80% e kësaj që po i thu? Jo. A mendon që ka me u rregullu kjo? Inshallah, po si pas çka po shihet, jo. Gjdo 5 muaj, gjdo 6 muaj zgjedhje. Çka ka problem me neve kështu? Ato po kushtojnë, 10 milion po kushtojnë veç të zgjedhje. 10 milion, ama mirë ko me maru për shembull 4 qeve, 5 qeve, ose me maru një abolant, ose me maru një fabrikë. Me përforcu mjekësin se si të është një doktor i mirë në Kosovë me njëherë del jashtë vendit. Kjo nuk është në rregull normalisht. Krejt mjek do më thonë mundohen me gjithë një jetë më të mirë. Se nashta paga privat, shkon të për shembull në emergjencë, na kena pas rastin e vllavit. Shko privat, shko këtë, shko atë, i kje çdo sen kime shku me ble me pare. I pate si pate. Po që dikush i ka mënësit, po që si ka mënësit, që ka me i bati njeri? Me vdeka, ja. Dhe më thonë se merë kërkush në Ja, se merë kërkush për asysh. Nderuar e theket që thet që du me bo apel për dy raste, a mundesh me na tregu çfarë apeli do me bo? Ndash e lam për fund, që mos me zgjatë shumë. S'ka problem. Që më pyte për biografin edhe të regova kush jam. Dikun ka viti 96, une kom hije në këtë mesi e vitit 96, kom hije në këtë punën e ushtrisë qlërëmtare, në krye me komandantin Hasan Zeneli.
Më ka pyet, më thonë që thash edhe ma herët, a pa ko, më ka dhënë ko, edhe i kom thonë që po jam i gatshëm. Edhe kena filluar. Une, detyra jam e u konë si shofer. Se me ta thonë drejtën une, edhe si i ri, kum pas gjithmonë vetor. Edhe jam konë i gatshëm, çdo moment. Edhe e ki dash në Edhe e kom dasht. Edhe ma ka dhonë detyrën e shoferit. Unë e kom pas për detyrë, do më thonë, këta, ku ka nevoj, me marrë aksione, mi quë edhe mi prit kur të kryjnë ta punën e vetë, mi prit në vendin e caktuar. Edhe ashtu ka ndodhë. Shtëpia e sonit të konë qerdhja e ushtrisë qeveritare. Aty ka nejt luftarët më të mëdhaj si historia e se thojnë që shtetit i lind një djalë i cili i vynë dikun për 100 vjetë. Ajo konë Zahiri Bayeziti. Zahiri ka nejt në shpinë Hasanit si shpinë e vetën. Unë personalisht nuk muj me thonë që ku marrë aksion me Zahirin, ose se tasht a i ka vdek edhe mujna me thonë që unë jem konë i afërt i ti, ose njeri i dytë ose i tretë. Unë me Zahirin, nashta, kum nejt shpinë e Hasanit, po nuk e kum njoftë. Edhe nuk u konë koha për mu njoftë, se u llogarit njoni për neve bjen bërg edhe sedin me konë ka nejt. Aty u konë esenca. Edhe familja nuk ka pas nevoj me ditë se çka jenë ato bona. Po vesh brenga ju nuk konë që thasht edhe ma heret që familja u konë e rrezikume se na e kena marrë parasysh atë punë. Këta sa herë kam pas nevoj për punët e tyna që i kanë koordinue, aksionet që i kanë marrë, une jem konë shoferi i tyne, a konë Zahiri, a konë Hasani, a konë Hakifi, une si kom njoftë. Dhe më thonë gjithmonë një konë dispozicion të nëve për me kry punën. Kur kam pas ta nevoj, une i kom quë edhe i kom prit edhe i na kry në vendin ku duhet më këty. Mas vitet, dikun vitin 97, mujnë prill, mas vrasjes Zahirit, na u arrestum. Prishtinë të Xhamia Llapit. Unë Hasani edhe na burgasen sigurimi shtetënor. Mas neve ranë edhe shok tjerë. Agim Akolli, Janus Zeneli, Latif Brajshori, edhe u pom një lloj grupi, aty një edhe konvenoj ke ta më në grup terrorist neve na quishin. Kena pas qaq vujtjet maja. Cila ka qenë vujtja që e kështë cek? Sa që një trup i njerit vesh i madhi zot, që kena mujtë me përballu. Çdo sen, na kam përdor rrymë, na kam përdor lloj, kena pas dhune, që na kena mojt shpirtin vesh me një luguj. As me hongër s'na kanë dhënë. Në ato zyre ku i na hona, ato janë konë zyre të merruse. Gjak, në për tavolina, në për tokë. Besoni, dora e njerit, që shokon, që ku shokon ai nuk e di, që e ka rrok shpirti. Unë gjitë për muri, i ka me dora. Ato vujtje, sot, mu keq përdor, nuk është mirë. Nuk është mirë. Hasani, komandanti u dënue 20 vite. Agim Akolli u dënue 15 vite. Janus Zeneli vdeq pe i torturave. Se e ka qenë njëri pak ma i më shumë. Mustecit i ka pas të mëdha. Ja ka nuk me dana. Do më thonë, vesh çfarë dhune. Edhe nuk mujti me përballu vdeq.
Mas une u koni lloj ligji i Serbisë, që ata persona që ndënuhen nër 5 vjet, 1 muj, 3 dit, 4 dit, lirohen. Edhe kur era gjykimi na u lirum. Une, edhe fol prindit edhe familjes tem, që i ka dhonë dikun, nashta kesh është me përmen, po, Ka ndihmu për me u liru. për 100.000 marka i ka marrë avokati. Une u lirova me kusht nër 5 vjet edhe lati vreshuri. Edhe na, mas daljes për i burgit, vazhdojmë prapë. Apet vazhdu. Po. Metëm se njerëz të në parë, do më thonë, Hasani, komandanti u Burgas. Na metëm njëherë për njëherë kërkaheq. Po prapë se prapë u rinjallëm. Apet vazhdu. Avet vazhdu me latën, vazhdu me të ndjerin dëshmorin Beqet Brejshorin, me Isuf Govorin, prapashtic. Isuf Govori i prapashticës, u konë gjendje, veç lek i parja, u konë gjendje me të armatos një ushtri. E ka pas fuqin, po nuk ishin paret, nuk ishin financat, s'keshëm. Se ajo konë gjendje me të armatos një ushtri. Sa do dëshmor. Kështu që ka pas shumë vujtjet maja, ka pas shumë Vujtjet paharushme, të paharrushme, po e kena përballu. E keni përballu. E kena përballu. Edhe sa dhe përballoj. Inshallah, kur nuk ka nevojë, rinia jonë me pas luft, po prapë jemi qatë. A mundesh në pika të shkurta me jep një këshill për rinin sot? Rinia edhe ma para thash është shumë e mirë. Po. Shumë e shnjosh. Veç që me dasht vendin, me dasht atë dhe unë, letë shkolluen, letë studiujnë, letë bohen profesor, letë bohen mjek, letë bohen ushtar, letë bohen polis. Që ajo që i vën shtetit mas shumë të. Kja neve na vynë. Kja neve na vynë. Inshallah do Zoti bohet mirë e ma mirë për rinin tonë, për vendin tonë, për hirt atyne, për hirt i gjakit që u derë. Se u shkue, jo që u derë gjak, po ka ecë gjaki. Ka ecë në për viktima. E leta kujtojnë, leta mos ta harrojnë. Nderuam, na të falendrojmë shumë për kohën që e kinda me neve, a ki diçka për fund me shtu? Për fund e kam një apel për shpinë edhe qerdhen e ushtrisë çlirimtare në Ballaban, shpinë e Hasan Zenelit. Aja u bo rrafsh me tokë. Pse mos me marrë dikush një kryetari komunës, apo kush është kompetent për këto sene, pse mos më ndërtua aja shpi, ose më bo si muze, ose na që jena na e here me shkue, me kujtua ato vjetrat. Edhe ato aksionet që jenë marrë, aja buk që hongër, se hongër shumë buk atë. Luftar ma të maj, si që është Zahiri, do të mu lëkun për vendit, atë ka hongër. E ka pi edhe ka marrë aksion për ati vendi. E meritan më ndërtua e shpi. Edhe apeli i dytë është që të regova edhe ma heret, e pash një emision, edhe aja më ka qërientuar. Në televizion Mitrovicës. Një babë me 2 djemë. E zën armiku jonë, që këna gjithmonë shekolluar me që 600 vjetë. Edhe i thëtë, cëdhe ndjallë po du më të avra. Muni me nxirë edhe prej televizionit. Jo që për shpikën e për veti. Thëtë, cëdhe ndush mere njonën për të avrojnë. Thëtë, vranu mu e leni këta, thëtë, jo. Atëherë, thëtë, vrajdet. Qka do më thonë shpirti ati prindis atë? Do më thonë masakër para syve. Po.
E pash, edhe këto po du me përmen, që aty edhe ju e keni po, martesën e nipit nonës Rukë. Nonës Tramush Haradini. Latë për shtyre. Latë e saj të regojnë shumë. Shpirti saj, zemra saj, aja ka 7 zemra. Aja është nona e unë. Aja është nona e krejt ushtarëve të qëkës. Le t'i kujtojnë ata latë, edhe djemë të saj, edhe gjithë politika. Na të falenderojmë shumë për kohën që ndave me neve, e paq shnetën edhe gjitha të mirat. Faleminderit shumë i nderuar. Faleminderit e për juve, ju jeni ma të mirët, se mos t'ishni jo, edhe ma herët thamë që shumë sene si shën zbulueq. Po jo, punoni, mos rreni kur. Edhe hesh mos hezitani edhe mos keni frikë për askoj për të vërtetën. Kur hesh mos keni frikë. Normalisht, na të falenderojmë shumë. Për të vërtetën që jeni tu e zbardhë. Se mos t'ishin gazetari që e cekum i Mitrovisës në kështane se kësha një heq. Atina bravo i kuft. Edhe bravo i kuft lavdi gjithë kombit shqiptar që e dhanë kontribun edhe e dhanë jetën për këtë vend. E lanë gurbetin, e lanë punën, e lanë familjen, edhe në deqen Kosovë. Bravo i kuft. Edhe prap vinë. Qashtu, prap kur për qatë nuk ka. Po. Nëse është nevoja, ata prap vinë. Edhe nëse është nevoja, na jena gjithmonë në kaqë. Edhe Serbia, mos të menon ma, që kena me bojt arme me krahe me magarë. Na jena vendin tonë. Na nuk e kena sulmu Serbin në vendin e soj. Aja neve na ka sulmu. Po, leta kujtan, e kem ushtrin ma të mirën në rajon, e kem policin ma të mirën në rajon, që ka nevoj ose ju ka tek, kur dush, i bëj apel janë nisëm. Kur dush. Kur dush janë nisëm. Shumë që mos më u kthy mu ajo kohë se. Inshallah kur. Inshallah kur. Po, nuk është më koha e magarit. Me bojt për Shqipnisë armën në përmal. Kena balë. Kemë Amerikën. Po. Ta është shumë e vështirë me pas më luftë dhe kështu të pas parasysh se tash jem edhe shteti pavarur, kështu që. Po nëse inshallah kur tash zdot. Po nëse ju ka tek asaj, janë nisëm kur dush. Na të falenderojmë shumë edhe njëherë që ndave ku me neve, e paq shnetën edhe gjitha të mire. Faleminderit shumë, ju e rujt Zoti, e ju po që fat, e na i kena në sytë njuve. Faleminderit shumë për te. Sytë juve kena.